A kanë bërë përpjekje importuesit vendor vërtet sipas vështrimit tuaj? Ky zinxhiri tregtar është interesant në kuptimin që nuk ndalet asnjëherë edhe tregtarët gjithmonë janë një hap përpara në kuptimin e ndërmarrjes së masave, po flas gjithmonë në bazë të përvojave të kaluara që i kemi pasur si shtet, edhe që i kam pas personalisht derisa kam qenë pjesë e Ministrisë së Tregtisë. Pra e di se si funksionon logjika e tregtarëve dhe si funksionon mbi gjitha zinxhiri i furnizimit, që patjetër që tregtarët i parashohin bllokadat e tilla, i kalkulojnë edhe rreziqet dhe i kalkulojnë se sa do t'jetë kostoja për këto ditë të mbylljes, mund t'jetë një javë, mund t'jetë 10 ditë, mund të zgjas edhe më tepër, do thotë nuk i dihet, pra ne po e dim vetëm datën e fillimit, që është data e sotme 26 janar, por që nuk do të thotë që do të mbyllet kjo çështje për vetëm 6 ditë ose 7 ditë, sa kanë paralajmëruar transportuesit e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Prandaj unë besoj që tregtarët tonë janë përgatitur në këtë rast. Por gjithmonë në kohë të vështirësive ose në kohë të krizave gjithmonë fshihen edhe ato mundësitë, edhe sidomos për një ekonomi e vogël siç jemi ne, në këtë rast Bashkimi Evropian ka lajmëruar që do të bëj investime në agjencitë kufitare, në këtë rast në doganat e rajonit, prej diku rreth 54 milion euro, pra në fuqizimin e kapaciteteve digjitale, dhe gjithashtu në avancimin e korridoreve të gjelbra, një iniciativë që është lansuar në vitin 2020 mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, PS dhe Komunitetit të Transportit, me qëllim që të lehtësoj sa më shpejt dhe sa më mirë qarkullimin e madrave, fillimisht në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe pastaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Dhe në këtë rast, çka ne kemi mundësi tash të bëjmë si vend, është që të investojmë në kapacitetet digjitale, sidomos të doganës, dhe gjithashtu të merremi më tepër me programin e ashtu quajtur operatorët e autorizuar ekonomik, ose ndryshe siç njihen AEO-t, që një farë do të ishte lehtësim i madh për transportuesit e Kosovës. Por gjithashtu dhe investimi në flotë është një kërkesë e kamashme që bëhet nga transportuesit kosovar, pra që të rriten kapacitetet e flotës transportuese të Kosovës në mënyrë që ta reduktoj ose ta zvogloj këtë varësi që ne e kemi tek transportuesit e huaj. Është në dorë të institucioneve rritja e flotës së transportuesve apo në dorë të privatit? Është në bashkëpunim. Do thotë është një komunikim që duhet të ndodhë dhe një bashkëpunim që duhet të ndodhë në mes të shoqatës së